Nuk kryeti puna si reagimi masiv i qytetarëve, protestat e asgjendja e rënd ekonomike në për të cilën po kalojmë. Pavarësisht varfërisë që ka kapluar vendin, institucioneve nuk po bëhet vonë. Brenda 4 viteve, që nga viti 2021, energjia elektrike u shtrenjtua 3 herë për 128% më shumë. Nga 6 euro e 75 cent, sa ishte në vitin 2021, çmimi i energjisë elektrike është rritur në 15,43 cent për kilowatt në orë, pra një rritje për mbi 8 euro më shumë. Kjo sipas vendimit të sotëm të rregullatorit të energjisë që ka aprovuar vendimin që përsëri të shtrenjtohen tarifat e energjisë elektrike për 16,1% më shumë. Por sa pritet të jetë rritja në bazë tarifave të reja në krahasim me ato të një viti më parë. Në bazë të kësaj, jeta e qytetarëve, por edhe funksionimi normal i bizneseve do të vështirësohet edhe më shumë. Pse? Sipas vendimit të ZRE-s, konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kW për orë në muaj do të paguajnë 9,0 cent për kilowatt në orë nga 7,79 cent sa kanë paguar deri më tash, që i bie 1,26 cent më shumë. Ndërsa, ata që shpenzojnë mbi 800 kW për orë nga 14,45 cent do të paguajnë 15,43 cent apo afro 1 euro më shumë. Kurse për periudhën 1 prill deri me 30 shtator nga ora 23 deri në orën 8 në mëngjes, çmimi i rrymës do të jetë sipas këtyre tarifave. Për ata që shpenzojnë deri në 800 kW për orë, rritja është në 3,88 cent kilowatt për orë nga 3,34 cent sa paguaj më herët. E për ata që harxojnë mbi 800 kW për orë do të paguajnë 7,21 cent nga 6,81 cent sa ka qenë më parë. Rritja e tarifave vjen pasi ZRE-ja miratoi kërkesat e kostit, kecit dhe keskës për rritjen e të hyrave, duke u bazuar në kostën e importit të energjisë. Kryesuesi i bordit të ZRE-s, Ymer Fejzullahu, sot tha se struktura e re tarifore do të vlejë nga 1 maj 2025 deri me 31 mars të vitit 2026. Vendimi u kundërshtua e po vazhdon të kundërshtohet fuqishëm nga qytetarët dhe përfaqësues të bizneseve për shkak të ndikimit që pritet të ketë edhe tek çmimet e produkteve të tjera. Tashmë veç është paralajmëruar edhe rritja e çmimit të bukës nga 50,60 cent sa është në 80 cent. E ky efekt zinxhiror pritet të prekë edhe produkte të tjera, sidomos ato të shportës me produktet esenciale. Qytetarët me iniciativën Asnjë cent më shumë tashmë kanë kundërshtuar përmes protestës 2 herë shtrenjtimin e çmimit të energjisë elektrike, ndërsa protesta e tretë pritet të mbahet këtë javë, pra të shtunën me 11 prill nga ora 12 në sheshin Zahir Bayaziti në Prishtinë. Na ndihni në rrjetet tona sociale, në Facebook, Infokus Plus dhe në kanalin ton zyrtar në YouTube Gazeta Infokusi.